Mirë se erdhët të dashur peshor në Letra Trefejnë. Jam Diana dhe do bëjmë leximin e juaj për javën që po vjen. Shikoni, kam këtu 10 letra dhe i kam darë në punë, financa, ekonomi, dashuri në përgjithësi me ata që jeni bashkë apo të martuar apo dhe për ata që kërkojnë një rikthim, nga që kam dëshira të mëdha për këtë gjë. Dhe e fundit është si rezultati gjithë asaj, çfarë po ndodh. Pyetja është ku do ndryshoj realisht jeta juaj të dashur peshor. Hapja e letrave, kur i hapja dhe duke dalë letra njëra pas tjetrës, sikur i kam regjistruar vetë, është një hapje shumë ka forcë intuite, por është dhe vetë sabotim të dashur peshor. Pra, nuk je e dobët apo i dobët peshor, por po harxhon forcën në drejtim të gabuar, nëse mund ta them kështu. Kur flasim për punën, që është radha e parë këtu, është perandori, letra e parë, kapaciteti juaj, ke stabilitet, përvojë dhe një bazë të fortë. Nuk je fillestar. Po flasim për punë dhe di çfarë po bën. Por problemi është, dashur, po qëndron shumë tek ajo që njeh. E di, rahatohemi sikur në zonë dhe nuk bëjmë asgjë më tepër. Mirë jem këtu, në atë kuptim. Po mban mënyra të vjetra që nuk po të çojnë përpara. Po, mirë je, ta them ashtu, mirë, por që jo të ecin përpara. Mos u kap për të kaluar, përditëso mënyrën se si punon, rrit nivelin, jo vetëm përpjekjet. 6 zjarrit, që është victory, fitore, suksesi është shumë afër nëse vërtet pretendoni pak më shumë, nga që je në rrugën, futesh në rrugën e duhur, ta them kështu. Por kërkon shumë vendime nga të tjerët, dhe po ndikoheni nga mendimet e të tjerëve. Fokusohu te puna juaj, në kapacitetin e juaj, dhe jo t'ju aprovojnë të tjerët. Mos e mat veten me dikë tjetër, vazhdo je në drejtimin e duhur. Ke forcë jashtëzakonshme për të vazhduar. Edhe pse lodhur dhe po mendon ndonjëherë të ndalesh, mos u dorëzo tani. Besoj të dashur peshor që jeni shumë më afër suksesit se sa jeni duke menduar, qoftë shkollë, qoftë investim, qoftë punë, qoftë karrierë, çfarë do që të jetë. Jeni në rrugën e dur, pak ju duhet për të mos qenë në zonën e komfortit, të pretendoni më shumë nga vetja juaj dhe të arrini aty pa ndihmën dhe aprovimin e askujt. Edhe pse mund të jeni të lodhur, mund të pushoni pak, ta them ashtu, por jo të largoni, të hiqni fokusin dhe të ndaloni krejtësisht. Je shumë afër suksesit të dashur peshor, por lodhja dhe mendimi i të tjerëve apo influenca është duke u dobësuar dhe këtë mos e lejoni. Dashuria. Kam 3 të ujit, kam hënën dhe kam 7 të ajrit dhe letrën Oracle. Ti mund të ndjesh gëzim dhe lidhje të bukur emocionale. Je një tip që vërtet i ndjen me gjithë qenjën tënde. Po e kërkon këtë ndjenjë në vende të gabuara, në persona të gabuara. Mund të jetë më shumë ndoshta argëtim se sa lidhje reale kjo që jeni duke përjetuar tani. Do doja që të mësoni të mos ta ngatroni gëzimin momental me dashuri. Të shikosh më thellë të dashur peshor dhe jo vetëm në sipërfaqe. Pra po dalim tek ajo dhe në dashuri jeni të njëjtit, mos u kënaq me pak. Dashuri nuk është ajo gëzimi i momentit, sjellje e bukur, ndjenja të bukura të momentit. Dashuri është ajo kur është qëndrueshmëria dhe është afatgjate. Janë pothuajse ato ndjenje gjithmonë aty prezente. Të dashur peshor, ke një intuit kogja të fortë dhe
kjo duke mos i besuar se intuitet të bën konfuz dhe i bën gjërat të mos duken ashtu siç janë. Të shikosh në sy tjetër, të them shumë. Mos beso çdo gjë që të thuhet. Dëgjon ndjenjën tënde, përdor këtë intuit pra, mos e bëj veten konfuz, dëgjoje. Jepi kohë vetes ta kuptosh, ta analizosh dhe do ta zbulosh situatën. Ja vlen apo s'ja vlen të qëndroni aty. 7 të ajrit tregon për si që thash që lidhet me intuitën e juaj që ke kapacitetet të kuptosh kur diçka nuk funksionon. Është intuita juaj. Por gjithmonë përpiqesh të mbash diçka që nuk ecën, hajtë se ndoshta e arsyeton, e bën, ishte momenti, e bëra kështu, sikur të kërkosh fajin tek vetja apo te rrethanat, duke mos i besuar asaj çfarë po ndjen. Dhe kështu po e lodh veten. Ndalo së luftuar për diçka që nuk të jep rezultate. Këtu po flasim për dashuri. Prano realitetin, peshor. Lësho atë që nuk po funksionon, me zor nuk mbahet gjë. Sado që mund të ketë momente, por në përgjithësi, ajo çfarë nuk funksionon, nuk funksionon. Pyetjen që shumica që nuk ka të bëjnë ndoshta me peshorën, për ata që duan një rikthim, dëshirojnë kanë një ndarje dhe duan një rikthim, a do të kthehet personi që dua, duke bazuar në këto letra, me një pyetje tjetër, po, mund të ketë kontakt. Por kjo lidhje është e paqartë nëse po pretendoni një rikthim dhe e lodhshme. Mund të jetë toksike. Dhe kjo lidhje, nëse dëshironi vërtet t'ju kthehet, nuk ka një stabilitet real. Ajo çfarë ju thot asgjë nga e kaluara. Duhet të kujdesesh për veten si për dikë që do shumë, sikur prindit të riprindrosh, ta them unë, veten tënde. Mos prano më pak nga çfarë meriton, peshor. Jepi vetes atë që kërkon nga të tjerët. Mos kërko shpëtim tek dikush tjetër. Pra, nëse është diçka në rikthim, jo. Nuk do të thosha edhe nëse kthehet nuk do ketë një potencial kjo lidhje, vetëm do t'ju lodh akoma më shumë dhe do qëndroni dhe një periudhë aty ku jeni sot, ndoshta duke e pritur. Është një dashuri e re, duhet të mësoni ta vlerësoni veten më shumë dhe të mos dyshoni në ato çfarë besoni apo në ato çfarë ndjeni, nëse vërtet dëshironi të ecni përpara. Radha e tretë apo linja e tretë këtu, ta them, nuk je vetëm, ke drejtim dhe mbështetje të mbrëmshme, që prapë po kthehemi te intuita, ke një intuit goxha të pasur dhe përdore, ke forcë për të luftuar për jetën tënde dhe duhet ta dëshmosh. Ti do arrish në një nivel shumë më të lartë qartësie dhe kontrolli mbi jetën tënde. Kur them qartësi, do të kuptoni, nuk do ta vetë sabotoni veten e juaj, nuk do mendoni që, ta them, të mendoni gjëra që s'ka të bëjë me realitetin. Besoj vetes, mos u frikso nga ky ndryshim, përdor forcën që ke dhe që ke goxha. Pra, në para je afër suksesit, mos u dorëzo. Ishte e para, në dashuri duhet të lësh atë që nuk funksionon, apo mënyrën se si nuk funksionon. Në të ardhmen po bëhesh shumë më e fortë dhe shumë më e qartë, çfarë dua dhe çfarë nuk dua, të duani veten më shumë. Pra, nuk të mungon forca peshor, thjesht po jep në vendin e gabuar. Tani, ose personi, ose situata, të rishikoni situatën apo personin që keni pra afër.